Britania do ta bëjë statusin e refugjatit përkohshëm dhe pritjen për vendoset përhershme do ta katëfishojë në 20 vjet në kuadër të reformës më të gjerë të politikave për azil kërkuesit. Departamenti drejtuar nga Shaban Mahmud sqaroi se masa do të prekin azil kërkuesit që mund të punojnë për zgjidhjen që të mos bëjnë, si dhe ata që shkelin ligjin. Mbështetja me taksa do të përqendrohet tek ata që kontribuojnë në ekonomi dhe komunitetet lokale. Por për të mësuar detajet më të fundit nga këto ndryshime që janë miratuar dje, kam kënaqësi të kem avokatin Naim Hasani nga Londra Avokat. Përshëndes, faleminderit që u bashkova. Faleminderit me përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Avokat, çfarë ka ndodhur tani? Nëse mund ta bëjmë sa më thjesht ndryshime që janë miratuar dje, çfarë ndryshon për shqiptarët, ajo në interes për gjithë, po për shqiptarët më shumë? Padyshim, thimi qeveria britanike është përpjekur për muaj me radhë tash të kurtizojë numrin e emigrantëve të paligjshëm që vinin me gomone nga Franca drejt Britanisë, por deri tash e ka pas të pamundur që të bëjë një gjë të tillë dhe duke parë rënien e popularitetit të kësaj qeverie që zgjedhë vetëm një vit e pak muaj më parë, atëherë qeveria është munduar që të kalojë në masa ekstreme gati të njëjta me ato të partisë Reform UK të Nigel Farage dhe ministrja e brendshme aktuale Shabana Mahmud ka njoftuar dje në Parlamentin Britanik disa masa të rënda shtrënguese për azilkërkuesit dhe emigracionin e paligjshëm në Britani, që i ka zënë një farë mënyrë të papërgatitur vetë partinë e vet me masat që ka lajmëruar dhe po ashtu masat janë aq të ashpra saqë vetë partia Reform UK Nigel Farage e ka pasur të vështirë të komentojë të kundërpërgjigjet. Efekti që ka dashur të ketë ministrja e brendshme për të krijuar një lloj opinioni të përgjithshëm në shoqërinë britanike, por edhe jashtë, që Britania nuk është më një vend që mirëpret emigrantët dhe i mbështet ata kur kërkojnë azil. Ndryshimet kryesore kanë bënë sidomos me emigracionin e paligjshëm dhe tani me njoftimin që ka bërë ministrja e brendshme Shabana Mahmud në parlament, theksohet qartë se personat që vinë në mënyrë ilegale në Britani nuk duhet të përfitojnë nga ardha e tyre në mënyrë të parregullt dhe nëse ata kërkojnë azil, atëherë nga situata shumë e përshtatshme që ishte deri tash ku personat kërkojnë azil dhe merrshin 5 vite leje qëndrimit, tani statusi i refugjatit reduktohet në vetëm 2 vite e gjysmë nëse je suksesshëm dhe në fund të 2 viteve e gjysmë do të rishikohet statusi i dhënia e statusit refugjatit nëse situata ka ndryshuar në vendin e origjinës, pra nuk ka më regjime diktatoriale, situata ka ndryshuar, kanë rënë regjimet ose është lehtësuar situata për azilkërkues. Në rastin e Shqipërisë ka përparime të dukshme të Shqipërisë në forcimin e ligjit dhe luftës ndaj korrupsionit të fenomeneve negative në shoqëri, atëherë ti nuk mund ta kesh me këtë status dhe nëse situata nuk ka ndryshuar, duhet të aplikosh 8 herë dhe mbas 20 vitesh të marrësh leje përhershme qëndrimit, kur deri tani ishte vetëm 5 vite. Në ana tjetër, përveç këtyre ndryshimeve, personat që vinë në Britani, qofshin ta dhe shqiptar, nëse kanë vërtetohet që kanë para me vete ose nëse kanë objekte me vlerë si sende të arta apo objekte të tjera që sjellin me vete, qeveria mund të thotë që mund të përdorni ato për të financuar qëndrimin në Britani dhe tashmë do të jetë fundi i dhënies automatike të akomodimit për azilkërkuesit. Pra, kjo vjen drejt për drejt me faktin që shumë azilkërkues vazhdojnë të qëndrojnë në hotele për shije, shumë qytetarë shqiptar dhe është një barë shumë e rëndë, një faturë shumë e rëndë për qeverinë dhe shtetin dhe qytetarët britanik. Nga ndryshimet e tjera padyshim kanë bënë me vende të cilat refuzojnë të marrin mbrapsht azilkërkuesit, në ato vende që refuzojnë të bashkëpunojnë plotësisht me Britanin, mund të hiqet tërësisht sistemi i vizave dhe nuk mund të marrësh viza as në ambasadë, nuk mund të ketë derisa as zyrtarët qeveritar derisa të pranojnë refugjatët të cilët u është refuzuar e drejta për të qëndruar në Britani. Po ashtu ministrja e brendshme Shabana Mahmud ka njoftuar në parlament
se ajo që do të jetë më prioritet është Shqipëria si një vend demokratik që është në nënshkruese e Konventës së Kombeve Bashkuar për të Drejtat e Njerëzit dhe Ministri i Brendshme ka thënë që kanë identifikuar 1700 familje shqiptare që janë strehuar momentalisht në hotele britanike dhe u ka marruar drejta qëndrimit ato do të jenë, më thënë, hapja si pari i politikës së re të qeverisë britanike dhe ajo që është shumë e rëndësishme është që nga 15 dhjetor 2010-s kur ishte në fuqi koalicioni i Partisë Konservatore me Partinë Liberale, ku ishte David Cameron dhe Nick Clegg bashkë qeverisë me një tjetrin, ishte ministrja për fëmijët në atë kohë, Sarah Teller, prezantoi një ligj ku asnjë fëmijë nuk duhet të burgoseshë ose të mbahej në qendrat e mbajtjes së emigrantëve dhe që nga ajo ditë deri sot asnjë familje me fëmijë nuk janë mbajtur në qendrat e mbajtjes së emigrantëve. Ky ligj tash e merr fund dhe familjet me fëmijë mund të mbahen nëse kthehen forcërisht, mund të deportohen me forcë dhe Shabana Mahmud ka thënë që ka identifikuar 700 familje shqiptare të cilët janë në hotele, kërkesa për leje qëndrimit ka marrë fond, çdo apelim ka marrë fond dhe ata do të jetë kontingjenti i parë që duhet të kthehen në Shqipëri. Ka pastaj edhe ndryshime të tjera që janë prezantuar me 11 nëntor nga Ministri i Brendshme Shabana Mahmud, që kanë të bëjnë me emigrantët e paligjshëm që qëndrojnë në Britani, le të themi konkretisht qytetarë shqiptar që kanë ardhur në mënyrë të paligjshme, nëse kthehen për të marrë viza martese, për të aplikuar pranë qendrave të aplikimit vizave në Shqipëri, për të bashkuar me partnerët dhe bashkëshortët e tyre në Angli, ata tashmë duhet të presin 12 muaj. Deri tani ishte automatikisht mund të aplikoshin për të marrë vizën, tani do të presin 12 muaj nëse ata kthehen vullnetarisht me shpenzimet e tyre dhe presin biletën vetë për të kthyer nga Britania drejt Shqipërisë, ose do të presin 2 vite nëse kthehen vullnetarisht, por shpenzimet e udhëtimit e paguan qeveria dhe 10 vite nëse kthehen me forcë nga Britania dhe pra nuk mund të aplikojnë për leje hyrëse në Britani. Janë një mori masa shtrënguese që qeveria britanike parashikon të kenë efektin parandalues sidomos për ata emigrantë që tentojnë të hyjnë në Britani me gomone. Nga Franca, padyshim, janë emigrantë të paligjshëm dhe qeveria dhe Ministri i Brendshme kanë synim kryesor reduktimin në maksimum ose ndalimin totalisht të emigrantëve që vinë në mënyrë të paligjshme me gomone. Ndërkohë, si është pritur nga shqiptarët avokat, kjo gjithë ky zhvillim dhe duhet pyes në aspektin ligjor tashmë për avokatët, çfarë ndryshon? Për ju, gjithmonë pra nëse një shqiptar do vi për bërë proceduar, për kërkuar mendimin tuaj, ndryshon shumë çka në punën tuaj? Themi Britania është një ndër vendet më të industrializuar në botë, një ndër 7 ekonomitë më të forta të botës, është një vend që respekton liritë dhe drejtat themelore të njerëzit dhe Ministri i Brendshme Shabana Mahmud në asnjë pjesë të deklaratës së saj nuk ka thënë që do të largohet nga konventa europiane për të drejtat e njerëzit, Britania dhe konventa e Kombeve Bashkuara për refugjatët dhe në këto kushte, duke qenë se Britania është një vend demokratik dhe respekton liritë dhe të drejtat themelore të individit pavarësisht ndryshimeve më të forta që ka ndërmarrë ndonjëherë qeveri që nga lufta e dytë botërore, atëherë përgjegjësia bie mbi avokatët që janë mbrojtës dhe gardian të ligjit dhe gjykatat britanike për të vlerësuar ligjshmërinë e këtyre vendimeve që qeveria do të marrë në javët dhe muajt në vazhdim. Puna e avokatëve është më e rëndësishme se kurrë dhe është detyra dhe përgjegjësia jo vetëm avokatëve, por edhe organeve të drejtësisë, sidomos gjykatave, që të vlerësojnë rast pas rasti ose në mënyrë të përgjithshme dhe kryesisht vendimet e qeverisë nëse janë të përputhshme me dispozitat ligjore në fuqi, por dhe me dispozitat dhe konventat ndërkombëtare, përfshi edhe Konventin Evropian për Drejtat e Njerëzit dhe Konventin e Kombeve Bashkuara për Refugjatët. Kështu që është një detyrë që ishte shumë e rëndësishme në kohën e qeverisë konservatore në rastin e Ruandës,
ku emigrantët do dërgoheshin në Ruanda dhe rezultati dihet tashmë, por është edhe më rëndësishme kur sot kemi një qeveri faktikisht liberale e cila merr masa ekstreme, ndoshta edhe më të forta se ato të Reform UK, për të eliminuar popularitetin e partisë Reform UK dhe Nigel Farage, një parti ekstrem të djathtë, e cila besoj dhe shpresoj të mos gjejë mbështetje të gjerë në elektoratin britanik. Ndaj qytetarët britanik, por edhe emigrantët e huaj, përfshi edhe ata shqiptar, kanë një zgjidhje mes dy, një të keqe dhe një më të keqe. Dhe në këtë rast qeveria laboriste, pavarësisht masa ekstreme, jam i sigurt që do të mbështetet në ligjet dhe dispozitat kushtetuese dhe detyra e jonë si përfaqësues të drejtësisë, gardian të ligjit në Britani dhe është që të bëjmë punën tonë, të mbrojmë ligjin, të mbrojmë të drejtën e interesat e qytetarëve, e personave që jenë preken drejt për drejt nga këto venime, duke zbatuar në përpikmëri dispozitat ligjore, kombëtare dhe ndërkombëtare të cilave pjesë e cila Britania është dhe me sa duket do të mbetet përderisa të jenë partia laboriste në pushtet. Ndërkohë, duke këto njëjtë tek reagimet avokatike që reagimet e para, patyshim, është diskutuar më kohë vetëm dje është miratuar, por nga ajo që keni komunikuar me shqiptarë, jo me ata që janë me dokumente që janë të rregullt, por flas njihni dhe shumë shqiptarë që janë, jo me leje qëndrimi të rregullt. Reagimi ka qenë absolutisht i jashtëzakonshëm në çdo pjesë të shoqërisë britanike. Kundra apo pro? Në stilin më fal? Kundra apo pro? Në çdo anë të dritarës që qëndron, edhe në qoftë se je mbështetës i Reform UK Nigel Farage, ka qenë shokuese sepse nuk është pritur që Partia Laboriste të shkojnë atë ekstrem. Në anën tjetër, për sa përket qytetarëve shqiptar dhe emigrantëve shqiptar, padyshim çdo person ndihet i shokuar se si ka mundësi të ndodhin një qeveri liberale, siç është Partia Laboriste, që ka qenë partia e Tony Blair, një mbështetës i fortë i shqiptarëve dhe emigrantëve shqiptar gjatë viteve 90 dhe luftës në Kosovë, të kalojnë në një masë kaq ekstreme ku absolutisht çdo qytetar i ka bërë pyetjen vetes në radhë parë një, nëse do të funksionojnë këto ligje, në dyta, nëse do të kenë mundësi që të qeveria të zbatojë me përpikëri të gjitha dispozitat ligjore që i ka propozuar parlamentit dhe qytetarët shqiptar me të vërtet bëjnë pyetjen me një mënyrë të pabesueshme se si ka mundësi brenda natës të kemi një politikë kaq ekstreme që e kanë lakmi dhe faktikisht Nigel Farage ka thënë dje që besonte që ministrja e brendshme laboriste Shabana Mahmud po aplikonte të bashkohese partisë së tij me masat që dukesh se ai kishte vjellur atij. E kuptoj, por nuk e dim, ka pasur reagime të ashpra kundër këtij plani, pra dikush që mund ta kundërshtoj, pra ka në një mënyrë për ta kundërshtuar këtë plan të ri avokat, për ta çuar në gjykatën supreme, nuk e di si mund ndodh. Ka tre mënyra për ta kundërshtuar. Në radhë parë, kjo është një projekt ligj që qeveria i ka paraqitur parlamentit. Partia Laboriste ka shumicën parlamentare, shumicën dërmuese, por shumë deputet që janë deputet liberal, deputet që janë zgjedhur në zona ku ka një numër të madh emigrantësh ose qytetarë britanik me origjinë nga vendet treta, dhe këta deputet kanë ngritur zërin se si ka mundësi që këto politika kaq të pashpirt dhe kaq të vështira të shpallen nga një qeveri laboriste, një qeveri që ka në bazë respektin dhe liritë për të drejtat themelore të çdo individit. Dhe padyshim shumë deputet do të kundërshtojnë këtë plan, nuk e di nëse do të jetë aq i madh grupi i deputetëve sa t'i bllokojnë këtë masa në parlament, por në të njëjtën kohë një zhvillim tepër interesant, qeveria, opozita dhe Partia Konservatore dhe lideri i opozitës Kemi Badenoch i ka ofruar dorën qeverisë në qoftë se deputetë të Partisë Laboriste refuzojnë ta miratojnë të ligj, opozita ta ndihmojë dhe lideri i opozitës ka thënë që Partia Laboriste ndryshimet e propozuar nuk shkojnë aq larg sa duhet, sepse po të zgjidhesh ata në qeveri, do të ndalojnë çdo lloj emigrantit sapo vjen ditën e parë t'i kthejnë menjëherë në vendet e origjinës. E para dhe e dyta është betejë ligjore, e cila përket padyshim avokatëve dhe si përpara edhe tani është detyrë
absolutisht kryesore e avokatëve që janë të specializuara, përfshi edhe personin tim, që të sigurojnë që lirit dhe të drejtat themelore të sankcionuar në Konventin Evropian të Drejtat Njerëzit dhe në Konventin e Kombeve të Bashkuara për refugjat të respektojnë pikë për pikë nga qeveria dhe autoritetet britanike. Në këtë kontekst, çdo betejë ligjore do të zhvendoset në gjykatat britanike, duke zhvilluar nga gjykata lartë deri në gjykatën supreme nëse është e nevojshme. Ok, avokat, faleminderit për serimin për këto ndryshimet e reja, tani po duan dalim pak, ta kalojmë pak në sport. Ju nuk mund të ishit në Tiranë, se ne kemi komunikuar, nuk mund të ishit në Tiranë për parandeshëm, më trego pak si ishe reagimet për këtë sfidë mes miqve tuaj britanik, çfarë thonin ata? Paktet nuk ishte rezultati që kishim në Wembley afër zyrës time herë në parë kur luajti Shqipëria në Londër. Ishte rezultat 2-0, por ishte një betejë dinjitoze dhe tifozat britanik kanë vlerësuar maksimum Shqipërinë si një skuadër me potencial shumë të mirë dhe kanë uruar dhe shpresojnë që të ketë një ndeshje dytë në finalet e botërorit që do zhvillohet në Amerikë dhe në vendet e tjera. Pra, futbollistët në fakt tifozët e futbollit britanik si janë aq të zjarrt kanë shprehur një simpati. Këtu duhet ndalesh pak, se ishte një reklam shumë e mirë ajo çfarë bën, sepse shikoja shumë postime që vlerësonin mikpritjen çmimet e lira për birat, të dihet që anglezët me birat, pra çmimet e lira të ushqimit, të birave, po. Po pra pikërisht pra, mendoj që ishte reklam shumë e mirë. Reklame jashtëzakonshme që qytetarët britanik të shkojnë ta shohin sa vendi mrekullueshëm me Shqipëria, me një klimë fantastike, me ushqime fantastike, me njerëz të mrekullueshëm, me mikpritje që se gjejnë asnjë në botës. Dhe më bukur se ishin në rrugët e Tiranës për pallone shkurtra, me bluzë më shkurtra, ndërkohë që ne këtu ishim me xhakovenda sipër, se freskët, po anglezët janë mësuar me këtë dhe për ta kjo kohë është verë, dhe padyshim ishin shumë festiv, nuk pati asnjë incident, asnjë lloj gjëje. Ose vite më parë mësuar me huliganët anglez, por jo, këta janë tifoz mbështetës të qartë kombëtare dhe nuk janë ata që krijojnë incidente, pra ishin tamam për turizëm në Shqipëri. Federata Angleze e Futbollit ka marrë masa të forta që huliganët të mos marrin pjesë në asnjë ndeshje dhe shohim shumë pak incidente me huliganë siç ka qenë përpara në Britani dhe është një arritje e madhe e Federatës Futbollit Angleze dhe do thosha që ndeshja ishte një festival i vërtet i kulturave të ndryshme, nuk ka rëndësi kush fitoi, por ishte absolutisht një aktivitet festiv. Avokat, shumë faleminderit. Kënaqësi të bisedoj me ju, ju uroj një vim ditë të mbarë dhe jeni mirëpritur kur të vini në Shqipëri, ju e dini në studion e Euronews, por edhe virtualisht sa herë të ketë zhvillim. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit.